apo i bjen që kanë lidhje edhe me zotin Kurti. Unë nuk besoj. Takime kanë pasur me zotin Kurti. Takime kanë pasur. Ti s'beson, po unë ta garantoj se kohën e izolimit të madh, Keci nuk është thjesht një biznes. Ajo është edhe një instrument politik në Kosovë. A e dim janë lidhjet e afërta me pushtetin në Turqi. Edhe aeroporti, edhe Keci. Pra, siguria në politikën e jashtme merret edhe me këto favoret që Kurti ja bën përkatësisht Kecit e Keskos. Nuk ka ti plot gojen anti-oligark. I bën favore. Absolutisht, ti profili i Kurtit, ku këtë fushatën e ka shurdhu veshin për luftë të oligarkëve, mos me guzu as emnin mja përmend një operatorit. Shqiptar ka menu. Edhe njonit. Asnjë veprim heq kundër këtij biznesi që është privatizu fal. Dëgjojsha në RTK, dhe ishin, a e keni bo auditimin e investimeve, e pyet kjo moderatorja, Kurti theke, ato pasqyra, ato është mirë na si shoqëni me i bo presion Kecit më na i dhonë. Ju si gazetar, ne si Akoma s'kan publika. është kryeministër kë, është si na këtu që kemi ardhur me fol një natë për një temë. Na është veç me lidh me këto është nëse marrëm 2019 edhe 2024, që janë 5 vjet ndërmjet, konsumi i energjisë Kosovë rrit veç për 10%. Total. Konsumi vetëm 10%. Kjo është sipas zërejës. Çmimi rrit për 180 milion. Domethënë 2000 Sa është rrit çmimi? Për 180 milion. Domethënë Përqindje? 2019 278 milion ka qenë fatura, 2024 janë 458 milion. Pse po kontestohet rritja prej 126%? Na jena të paguë 180 milion ma shumë. Edhe qka është dishka brenguse, nëse shë raportin e zërejës, faqe 119 është, në vitin 2019, 99.47% ka qenë i pagesa faturave. Ta shkaron në 90%, 92%, do me thonë 7%, do me thonë qytetarë veç po vrejen që nuk mujnë mi pagu faturat. Këto fatura me interes, në fund kena mi paguna, se kompanitë si pas ligjeve që janë ata nuk hupin. Tash, kur dijet, ka mundësi tjera, Keci ka pas e ka fitimin e garantun 2.5% qarkullim. 2.5% në 278 milion, nuk është se 2.5% 478 milion. Do më thonë këtu, vend që qeveria ose zëreja... Në koha kur fliste zoti Kurti atëherë dhe në kohën kur është kryeministër, Keci vetëm sa ka rritur fitimin? Jo, Keci dhe Kesko, dyjat, veç e kanë rritë fitimin. Do më thonë është, kom me tu... Me mirë me këtë pushtet, i ka rënë Kecit dhe Keskos, me dikët që i kërcënante se do t'i nacionalizoj, se sa me pushtetet e kaluara. E kanë dëfishu. Pasqyrat financiare nuk i ka publiku për vitin e kaluar. As para kaluar. Është detyrim ligjor, nuk i gjenë kërkon online. Më thoni fjali... Kësë është dërmare publike. Keci është dërmare publike. Veç do me thonë është dalimi mes Kecit është që pronar nuk o qeveria, po është... është monopoli natyror. Që qenë antarë lëvizëve zvendosjen. Po du me thonë diçka dhe korekt me i famran këto nga anglisht. Po që se hipotetikisht, na këtu, këshim e qenë në këtë ministri dhe këshim pas performanë si kjo ministri, si kjo qeveri, në falë. Edhe Kurti dhe ministrat e ti këshim qenë në vendin tonë. A ishin konë jashtu në aprit me gurë, kështu edhe të